Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Gaforës. Do bëjmë leximin e radhës apo të javës për ju të dashur. Leximi juaj tregon, kur t'i shikoj 4 letrat, që diçka është duke ndryshuar në kuptimin e asaj që o jeni duke u futur në një shtëpi të re, o keni ngelur shtatzën, ose keni lindjen afër, ose një martesë, një fejesë, një ndryshim, ta them, në jetën e juaj. Bota tregon mbyllje ciklesh, realizim të qëllimeve, është vërtet një letër që ka kuptim të plot të një kapitulli të ri. Do thotë diçka e re është duke ndodhur. Këtu thotë në shtëpi, mund të jetë siç thash shtëpi të re, mendja që ta bleni një shtëpi të re, të ndryshoni shtëpi, mund të ndroni shtet apo vend apo qytet, nuk e di, por diçka jo e vogël. Këtu e kam llafin jo të vogël. Thotë situata juaj, vesta, letra që është shtëpia apo vatra, si do që ta marrim, situata e shtëpisë po përmirësohet në çfarëdo lloj kuptimi të qoftë ajo, qoftë përmes zhvendosjes, përmirësimit së marrëdhënie me familje, kjo përforcon në një farë mënyrë idenë e stabilitetit, sigurisë emocionale dhe një lloj ndërtimi të ri, mund të jetë një person i ri, siç thash lindje, shtatzania, apo çfarëdo që të jetë, dhe jeni duke ndjer këtë ndryshim nëse akoma s'keni filluar për ta parë. Është papnesha apo krye priftresha, si e quaj unë, është intuita, është të gjitha sikur sekretet e mbrëmshme po dalin dhe ato çfarë keni ndjer janë duke u paraqitur, zhvilluar në jetën e juaj, sido dhe çfarëdo që të jetë një hap i ri dhe kogja i madh në jetën e juaj. Mund të jetë një dashuri komplet e re që do jap dhe sjell një ta them siguri, stabilitet në jetën e juaj. Është letër partneriteti, lidhje së thellë emocionale, tregon për një bashkim të harmonishëm mes dy njerëzve ose një marrëdhënie që është duke u forcuar dhe po lulëzon në kuptimin e plot të fjalës. Jeni pra të dashur Gafo duke përmbyllur një kapitull, më falni, të rëndësishëm të jetës së juaj, në jetën e juaj, dhe jeni duke futur në një fazë ku stabiliteti emocional, shtëpia, ajo fizike, qoftë ajo apo vetë në kokën e juaj, një lloj stabiliteti, një lloj sigurie, është qendra e jetës së juaj. Absolutisht, ka një tekst të veçantë sikur dëshirë e madhe, synim, qëllim i madh për një ta them siguri, një ambient të sigurt, të dashur, të gjitha këto. Pra, mund të jetë dashuri ose diçka e rëndësishme në jetën e juaj që po luan një rol kyç të dashur në këtë periudhë. Uroj që çfarëdo që jeni duke dëshiruar këtë ndryshim të madh të pasqyrohet dhe të vi në të gjitha për ju të dashur Gafor. Faleminderit që ishit këtu me mua. Nëse ky lexim të dha diçka sot, e ha dhe herën tjetër. Këtu gjithmonë do gjesh diçka që flet për ty apo me ty. Qofshi bekuar.